Video paraprake ishte mënyra e parë se si me kriju një sekuencë. Ndërsa tani, po I fshi këtu, po I selektoj kështu, po I fshi këtu videot, edhe po mësoj mënyrën e dytë se si me kriju një sekuencë. Klikoj këtu te kjo ikona new, edhe zgjedh këtu sekuencë. Hapet kjo dritarja, e zgjedh këtë folderin kët edhe kët. Shikoni, për arsye se e di që videot e mia e kam për shembull këtë rezolucion. Edhe ose e kemi opsionin këtu te settingsat, edhe këtu me ndryshu domethënë frame-in e videos, apo këtu me ndryshu dimensionet. Këtë rastën e pilo këtu. Edhe është e rëndësishme kjo këtu mos mi prek këtu tjerat. Ndërsa këtu e kam opsionin me ndryshu emrin e sekuencës. Tani po e lo për shembull editing 2. Edhe klikoj OK. Shikoni, kjo është sekuenca e parë, kjo është sekuenca e dytë që kriju. Edhe nëse klikoj këtu, drag and drop, me vendos një klip, shikone, ky klipi që e bona drag and drop, nuk I ka dimensionet sipas sekuencës që kena kriju, kështu që e bumi change sequence settings, edhe kjo përshtatet sipas dimensioneve që kena kriju në atë sekuencës. Kështu që edhe këtë për shembull drag and drop, edhe do më thonë këtu ishin dy mënyra që shmumi me vendos një klip mrena një sekuencë.